që kjo është ora e dytë në autoshkollë për lejet motorit. Hajde të këshyru me ku mojt men me dhez. Hajde këshyru me ke Haruna i sana, jo. Mirë është. Keme ik motorin pikon vetë veta, keme shty për para motorin. Okej. Bërëm? Alo ma komod. Apo? Jo. Ma nice, ma confident kesh. Perfekt. Qëre veç me një kom tash, se herën e kalume, i qitë qa dyat, e po që kisha gabu. A me nërë tash, qa me bo? Apo shkojna në poligon? Hajde, shkojna të poligoni. Me rëndësi që ti je fizikisht i fort për me mojt motorin, edhe mundesh me kontrolu motorin edhe prej komve, është pak ma shumë ushtrim lloj formaliteti me të po që ti fizikisht jaf me shty motorin. Pede qa ki me po, masi që të nisësh, 2 kom motor edhe nalësh vish me të komen e djath të vija e djath. Okej. Heke gazën. Mësë mirë. Harove gazën. Hajde se hira e por për së të që bone. Hajde po vazhdojna prap. Heke gazën bërëm. Jas, të gjë pa mundër po më dohet. Ushtrimi numër 2 po e kom shumë problem njerëz, normalisht ma i shtire, për shkak se po do të me moj kontrolin e frenave të shpejtësisë edhe manovrimin me kom, që të s'po moj munol në vend, pa dollë për i visë edhe plus veç komen e djathë me qitë ko gjë pa mundër po më dohet. Për qitë piku kërkoj fali që nuk e kom vendos helmetën, për shkak që me mujtë më sëqaru sa ma mirë me burimin, me kuptu që du të me bote kjo shtrim, edhe të më po burimi mu në ashtë ta ka me pos pak ma letë për me po vetë. Okej. Pra, kom du të më konë të i vija e verë këtu, edhe të dy kom të kemi në tukë. Prej që të është shumë e rëndësi që mu nisë edhe mu nisë me sa ma shumë kontrol dhe stabilitet. Tashti, nuk do me thonë rota që nuk guzëm me dalë prej qësoj vijës verë, se kjo vija verë është veç visa për me nga të regu drejtimi ka kemi me shku, nuk ka lidhe nëse devijojnë rota e parë prej vijës verë, është veç me rëndësi mu nalë me komen e djathë të vija e djathë. Nëse mundet kamera tashti më rrugë kur të nala me komen e djathë prej anës djathë. Okej, nisëm stabil, nuk i gjopëm shumë gaz, edhe këshyrëm me pas komplet fokusin mu ndalë me komen e djathë të vija e djathë. Si të nisësh i qesim 2 kom të nalë, edhe që të ashti, nalë vish me komen e djathë. Nëse kisha frenu vrëllësho, ose si sha nisë mirë, me njëheri ma kish marrë orë motore dhe ishtë duft koma tjetër me prej këtok edhe kish rezultu me gabim. Ta ashti, o nala me këtë kom, nuk gudzoj me qitë komen tjetër, fokusona të ashti kam komen e majtë. Nisë nga dale, e maj komen dhe poshtë edhe tash nalë vish me komen e majtë edhe gjithë s'ka në regullë. Shumë e thjesht po dohet. Dohet shumë e thjesht, po është pak ma komplikume. Prapi kena tash komen e djathë, që qështu. A për vrim burim so po i dho gaz, edhe so qëre. Frenat po e shtypi veç me një gjesht. Veç për shkak që mos mu habit me shtyp shumë frenin, se nëse frenoj shumë let ma meronë në motori edhe mundat më mhu balansime. Edhe tash e kena mundol me të 2 komët të vija e fundit. Okej, që kaq. Shumë e thjesht do këtë e ditë, këmë të regu edhe në fillim, që do këtë e thjesht, po është pak ma e komplikume, se duhet me bo krejt mirë për mu realizu këtë ushtrim. A janë kërë? Veç parkohë që atje ku të mënë është dikën? Easy posta Easy, posta ma kredibilin Kosovë, Babun Kosova, aplikacioni për ku i gjeni këtë restorantat e Kosovës edhe ju vjen ushqimi për 20-30 minuta para derës shpise, po ashtu edhe delta grupë rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën. Shkoj me ushtrimin ma të shtirin të mund shumë në qëtë poligon. E që është, qaj që e spjegoj geti, vetë besimin e kom shumë low që ta shte, që ata pe di që s'kom ja dalë, shkojmë. Hajde bërëm? Po tut në bre, që s'po di, e të zhgënjej. Bërëm, kina me mësu këtë të ushtrim gjithë shysh, veç është çështje kohë për sa e mësojna se është për një me pak e komplikume. Heke gazën bërëm? Okej, s'ka lidhje. Qita s'po mëj njëre. S'ka lidhje. Me rëndësi që bërëm na, është që ti erë dhe mirë dhe unale mirë. Nuk ka lidhje që e qitë edhe komën e majtë, me rëndësi dësh mu njësë mirë, mu nalë mirë, me kontrolu drejtimin mirë edhe mu tani në fund mu nalë mirë. Perfekt.
Na shta edhe pak, a? Ja nëse ka pak një amordorin që kesh me rëndësi. Po. Shumë mirë. Mirë është. Shumë mirë. Kjo është ushtrimi numër 3. Te ushtrimi numër 3 që është me rëndësi është kur të niset me shku motori drejt në përqit vijen e verë qëto, edhe më ndolë fund vijes, një rrot me mbet jashtë vijes verë, një rrot me mbet mrena vijes verë. Seni kryesor është mos me tik motori rrota prej vijes. Nëse rasisht devijen motori prej vijes verë, ti dështën prej provimit. Nalë bërëm, super bërëm, ndalë, mas frena që është vrëllë shumë. Veç mas frena që është vrëllë shumë s'ka nevoj. Sët bërimi kena me munu pak ma shumë, nuk ka me bo veç ushtrimet leta si orën e parë që kena bo veç ushtrime rreth vendit, po sot kena me ushtru ma shumë poligon, kemi mësu ushtrimet që sot du të mjanis ta marrë me stabilizu, me fitu përvoj edhe me ka sa më stabil motor, për me mujt me vazhdu me ushtrime tjera, e sidomos bërimi që përdo me lyp me Hyp Kawasaki që është halo heret. Heke gazin. Gazin. Jetë e mojtë gazin. Po. Okej. Bravo, heke gazin. Këtë regull këka. Gjithë ka regull, veç gazin fund pa harën me Po më shkon dora. Pe ma shtype, po e di. Alo se ku mësu gazin mirës. Okej. Të është pak ma konsistent me shpejtësi. Nuk mund është her me rritë shpejtësin, her me përqej gazin, pe hup fuqin motor edhe në momentin që pi jap gaz, po eksaleron. Po e ndrojna pak ushtrimin, po bojna pak ushtrimin mes konave, ushtrimin zigzag, edhe aja dimon shumë për balancim, hyna pra tani të rejtë më s'kider. Mirë është bërëm, vazhdo. Bravo. Super bërëm, perfekt. Ushtrimin e parë, 2, 3, 4 i kena bo krejt, edhe ushtrimin e 5 apo e bënë me zigzag me skonave. Ushtrimi i 6 është që kime boti, kime shku si të treshi, që do është me shku drejt edhe mos me dalë prej vijës, tash kena me shku prap njëjtin drejtim, veç anën e kundërt, që atje në fund është një rreth i vizatum, edhe mundohu më nalë brenda rrethit. Te ushtrimi numër 6 duhet mi gro motorit pak ma shpejt edhe mi përdur frenat për me nalë të rrethi, saksisht motorit brenda rrethit. Op. Mirë është. Mirë shumë, super. Veç ka qitë të tyja. Mirë shumë. As nuk ka dalë motori, edhe jeni smire, ke mojtë motori mirë, që s'ka ke jo plan regull. Ora e dytë së është të shku kesh njerëz në autoshkollë, po vreje pëndjej që jom të u përmirësu. Burim jetu bo progres, edhe për shkak që jetu bo progres, na ta është të po këshyre me shpërly ty edhe me dalë me i gra veç pak motorit tjetër, motorit madh, masi që ja ke marrë dorën qëto, edhe ta është për shkak që je i sigurt të motori A2-shi, po dalim veç pak me bode ushtrime, jo ushtrime, po veç pak. Kjo është manual, a? Po, manual është pak ma i kompliku me se cilën dorë, me se cilën kom kime bode diçka me këtë motor, edhe veç sa me morë pak djenje me ditë që ka me të pritë orën ashtë. Orën tjetër, burimin e kena të vëzit motorin me shpejtësi.